Në Japoni, një ndërtesë zyrash që duke e zakonshme u bë skena e një enigme intriguese. Rasti u nda në YouTube nga përdoruesi Dare Grace dhe xhirimet vijnë nga kamerat e sigurisë të vendosura në një nga korridoret e ndërtesës. Ajo që ndodh më pas mbetet ende objekt diskutimi. Shiko me vëmendje. Përpara syve të kamerave, një grua kalon përmes një muri të ngurtë dhe zhduket plotësisht nga ana tjetër, pa lënë asnjë gjurmë. Video vazhdon të regjistrojë korridorin bosh, sikur gruaja të mos kishte qenë kurrë aty. Çdo detaj, nga ndriçimi deri te heshtja e papritur, shton misterin dhe tensionin e ngjarjes. Shumë shikues spekulojnë për natyrën e këtij fenomeni, duke pyetur nëse është një iluzion optik, një efekt special ose ndoshta diçka më e pazakontë. Ky incident ngre pyetje mbi atë që ne e perceptojmë si të mundur dhe çfarë mund të ekzistojë jashtë realitetit të zakonshëm. Shpreh mendimin tënd për këtë rast dhe të tjerët në seksionin e komenteve dhe diskuto hipotezat e ndryshme që mund të shpjegojnë atë që ndodhi. Gjatë një misioni i shërbimi social universitar, një student vendosi të regjistronte video të zakonshme të zonës ku po kryente punën komunitare. Ajo që filloi si dokumentimi thjesht i përvojës së tij, u shndrua në provë të një takimi mbinatyror që do ta tmerronte për javë të tëra. Shfaqja u manifestua si një kokë që përgjonte nga errësira, me tipare që sfidonin çdo përshkrim njerëzor normal. Flokët e saj shtriheshin si tentakula të errta, duke rrethuar një fytyrë me sy që shkëlqenin në një të bardhë jo natyrale. Një grua atë natë po relaksohej me familjen e saj në terracën e shtëpisë, por kur vendosi të filmonte për argëtim, pa dashje ka përceu një shfaqje të bardhë në kamerën e saj. Kur kamera u drejtua tek një burr me këmish blu, u shfaq një figurë e bardhë që dukej sikur qëndronte pas tij. Çuditërisht, kjo figurë zhdukej menjëherë, nuk dukej më aty. Personat që ndodheshin atje, duke përfshirë edhe atë që filmonte, nuk ndjen asgjë të pazakontë apo të çuditshme gjatë kohës që ishin të mbledhur. Megjithatë, regjistrimi e tregonte qartë shfaqjen misterioze, duke lënë një ndjenjë të lehtë ankthi për atë që ishte kapur në kamerë. Pamja e papritur e figurës, e bardhë dhe e pazakontë, ngriti pyetje të shumta për natyrën e saj, por nuk shkaktoi asnjë reagim fizik apo emocional në momentin e ngjarjes. Vetëm kur u shikua video më vonë, dikush mund të kuptonte se diçka jo normale kishte ndodhur. Ky incident mbeti një mister për familjen dhe një kujtim i çuditshëm i asaj nate, duke bërë që ata të flasin dhe të pyesin veten për atë që kamera kishte kapur pa e perceptuar dot vetë. Një burr që punonte turnin e natës në një minier, mbeti i tronditur dhe i friksuar pasi pa shfaqjen e një figure të ngjashme me një pokong gjatë një stuhie të fortë. Sipas tij, shiu binte me intensitet dhe era përplaste degët e pemëve. Kur papritur, vuri re një siluet të bardhë pranë shkurreve, jo shumë larg vendit ku ndodhej. Ai qëndroi ngrirë për disa sekonda, duke u përpjekur të kuptonte nëse ajo që shihte ishte reale apo thjesht një iluzion i krijuar nga errësira dhe moti i keq. Kamera arriti të regjistrojë praninë e palëvizshme të asaj figure me zbimësisë, pranë pemëve, duke i sikur po e shikonte drejt në sy. Burri tregon se këto shfaqje ndodhin shpesh në zonën ku punon dhe se punëtorët e tjerë kanë përjetuar situata të ngjashme. Ai madje beson fort se njerëzit dhe këto qenie bashkëjetojnë në të njëjtin hapësirë, edhe pse jo gjithmonë mund t'i shohim. Shiko me vëmendje.
Kamera CCTV e këtij minimarketi regjistroi një ngjarje të çuditshme dhe shfaqjen e një hije misterioze që hyri në ambient. Siç mund të shihet, dera hapet pa pritur vetë dhe pasaj hyn figura e bardhë dhe e mjegullt e një qenieje të panjohur. Shfaqja zgjat vetëm disa sekonda para se të zhduket plotësisht. Punëtori, duke menduar se ishte një klient, duket i hutuar kur nuk sheh askënd atje. Tensioni dhe pasiguria mbizotrojnë ambientin, ndërsa çdo detaj lëvizjes së mistershme regjistrohet qartë nga kamera. Pamja e bardhë që lëviz përmes derës krijon një ndjesi të frikshme dhe të panjohur për të gjithë që e shikojnë. Ky moment i shkurtër por i çuditshëm ngjall pyetje mbi natyrën e entitetit dhe qëllimet e tij, duke lënë një pasqyrë të mbushur me mister dhe tërheqësi të paqartë. Një punonjës punonte deri në orët e vona të natës, kur vendosi të ndiste kamerën për të dokumentuar turnin e tij të natës. Ajo që filloi si një regjistrim i rastësishëm, u shndërrua në provë të diçkaje që sfidon çdo shpjegim logjik. Pa e ditur çfarë do të kapte, vazhdoi të regjistronte në errësirën e vendit punës. Në zonën më të errët përpara tij, u materializua një figurë spektrale krejtësisht e bardhë. Entiteti lundroi pak sekonda në ajër përpara se të bënte një lëvizje të pamundur, zhdukur në hijet si të mos kishte ekzistuar kurrë. Më e frikshmja, ai nuk duket të ketë vënë re praninë. Në një depo të trupave brenda një spitali, një kamerë sigurie regjistroi një ngjarje shqetësuese. Një grua që po kryente punë pastrimi dëgjoi zhurma të çuditshme, por nuk e vuri re menjëherë se një nga kabinat ku ndodhi një trup ishte hapur vetvetiu. Kur e kuptoi, paniku e përfshiu menjëherë dhe ajo u largua duke vrapuar nga vendi, e tmerruar. Kamera kapte çdo detaj, duke treguar lëvizjen e papritur të dyerve dhe reagjimin e friksuar të gruas. Ngjarje duket e pazakontë dhe shqetësuese, duke lënë shikuesit të pyesin nëse ishte një fenomen i vërtet apo ndonjë efekt i rastësishëm. Një kamër sigurie në një banesë tajlandeze kapti një nga fenomenet më shqetësuese ndonjëherë të regjistruara në video gjatë orëve më të errta të mëngjesit. Pa paralajmërim, një masë driteshe e bardhë u shfaq nga zona e kultivimit pranë pronës. Entiteti lundronte me një hir të kundërnatyrshëm, qëndronte pezull për disa sekonda para se të zhdukej si të mos kishte ekzistuar kurrë. Forma e tij ishte e parregullt, pulsuese, sikur të ishte e përbërë nga energji e pastër e kondensuar. Pronari i shtëpisë mbeti i habitur, pasi ishte hera e parë që shihte diçka kaq të pazakontë në pronën e tij. Për argëtim, ndërsa po filmonte miqtë e tij që po shijonin larjen në një ujëvar, ky burr dhe shokët e tij përfunduan të befasuar dhe të tmerruar nga shfaqja e një figure të çuditshme dhe misterioze. Gjithçka ndodhi në fillim të vitit, kur askush nuk priste diçka të tillë. Ndërsa kamera vazhdonte të regjistronte, figura u shfaq papritur pranë ujëvarës, duke krijuar panik mes grupit. Askush nuk arriti të kuptonte se çfarë ishte ajo prani apo nga kishte ardhur. Pamja ishte aq e frikshme sa disa prej tyre filluan të largoheshin menjëherë. E gjithë ngjarja mbeti e regjistruar në video, duke lënë pas shumë pyetje dhe frikë. Ky video në TikTok u publikua nga një përdorues i njohur me emrin Joseph Stalin Loves dhe e tregon atë duke qëndruar jashtë në oborrin e shtëpisë së tij, ndërsa flet për diçka thellësisht shqetësuese që pretendon se e kishte parë mes pemëve edhe përpara se të fillonte regjistrimin. Ai përshkrua një ndjesi ankthi dhe parehatie, sikur diçka po e vëzhgonte nga errësira, edhe pse në atë moment nuk kishte prova të qarta për ta mbështetur frikën e tij. Pamjet kalojnë më pas drejt një historie tjetër, e cila zhvillohet në një mjedis edhe më të izoluar. Midis dendësisë së pemëve dhe hijes së shtigjeve të haruara, ekzistojnë vende ku natyra duket sikur fsheh sekrete që shumë pak njerëz i kanë zbuluar ndonjëherë dhe që ndoshta nuk është dashur kurrë të zbulohen.
Pamjet e mëposhtme u regjistruan në një pyll të largët në Itali, nga një eksplorues i cili fillimisht kishte dalë thjesht për të filmuar bukurinë dhe madhështinë e peizazhit natyror. Ai synonte të kapte qetësinë e ambientit, tingujt e pyllit dhe ndjesinë e izolimit që të jep një vend i paprekur nga njerëzit. Ecja e tij nisi si një përvojë qetë dhe pothuajse meditative, pa asnjë shenjë rreziku apo tensioni. Megjithatë, ndërsa përparonte më thellë në pyll, atmosfera filloi të ndryshonte gradualisht. Tingujt u zbehen, drita u bë më e dobët dhe ndjesia e të qenit vetëm u shndrua në ndjesinë se nuk ishte më i vetëm. Kamera e tij kapi diçka të paqartë mes pemëve, diçka që nuk dukej të përshtatej me mjedisin përreth. Ajo që filloi si një shëtitje e thjeshtë, u shndrua shpejt në një përvojë tronditse, duke u bërë një nga momentet më të frikshme të jetës së tij. Pamjet i lënë shikuesit me më shumë pyetje se sa përgjigje, duke i ftuar të vazhdojnë me kujdes dhe të vendosin vetë nëse ajo që u kap nga kamera ishte thjesht një iluzion, një keq interpretimi i errësirës apo diçka shumë më e errët dhe pashpjeguesme. Pronari një stende ushqimi rrugor zbuloi diçka që e bëri të rishqyrtonte punën ngjatorëve më të errta të natës. Kamerat e sigurisë kapën orën 2:30 të mëngjesit një prani shqetësuese. Në pamje dallohet qartë një figurë femërore me tipare spektrale, sy plotësisht të bardhë që shkëlqenin me një dritë mbi natyrore dhe një shprehje fytyre që sugjeronte qëllime të panjohura. Një video vërtet tronditse vjen nga një gjuetar fantazma sharab, i cili atë natë vendosi të hynte në një ndërtesë të braktisur prej shumë vitesh. Sipas thashethemeve që qarkullonin në zonë, vendi ishte i pushtuar nga një frymë e padukshme që shpesh trëmpte çdo që kalonte pranë. Shumë banor pretendonin se kishin dëgjuar britma, hapa në errësirë dhe zhurma të pashpjegueshme që vinin nga brenda godinës së rënuar. Pavarësisht paralajmërimeve, ai vendosi ta dokumentonte gjithçka me kamerë. Sa po hyri brenda, atmosfera u ndje menjëherë e rëndë. Ajri ishte i ftohtë dhe i lagësht, ndërsa korridoret e errta dukeshin sikur fshihnin sekrete të vjetra. Ai filloi të kontrollonte çdo dhomë me kujdes, duke ndriçuar qoshet me elektriktore. Në disa prej hapësirave dëgjoheshin tinguj të çuditshëm, si përplasje të lehta apo trokitje të largëta. Në një moment, një derë u lëkund vetë nga dalë, pa asnjë shpjegim të dukshëm. Më pas, disa objekte të vogla në dyshemet dukeshin sikur lëviznin paksa nga vendi i tyre. Ndërsa vazhdonte hetimin, ndjesia e ankthit rritej. Ai përmendi se kishte nevojë për lutje për të përballur me çfarëdo pranie që mund të ndodhej aty brenda. Zëri i tij në video tingëllonte i tensionuar, por gjithashtu i vendosur për të mos u tërhequr. Papritur, në një nga dhomat më të mëdha, disa sende u rrëzuan pothuajse njëkohësisht, duke krijuar një zhurmë të fortë që e bëri të tërhiqej disa hapa pas. Kamera kapi momentin kur ai përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Prania, sipas tij, dukej sikur po bëhej më aktive. Objektet vazhdonin të lëviznin pa u prekur nga askush. Ai përsëriste lutje me zë të ulët, ndërsa përpiqej të ruante qetësinë. Frika ishte e dukshme, por ai vazhdoi të filmonte. Videoja e përfundon me një ndjenjë të fortë pasigurie, duke lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që ndodhi mund të ketë një shpjegim racional apo nëse diçka e pashpjegueshme ishte vërtet e pranishme. Shiko me kujdes dhe vendos vetë.
Një qendër trampolinash u shndërrua në skenë të fenomeneve poltergeist, kur kamerat e sigurisë dokumentuan objekte të paanimuara që vendosën të sfidonin ligjet e fizikës. Ajo që duhej të ishte një natë e qetë pastrimi, u shndërrua në një demonstrim të forcave të padukshme që veprojnë në botën tonë materiale. Së pari, një karrocë pastrimi filloi të lëvizte vetvetiu përmes ambienteve, sikur duar fantazmike ta shtynin me një qëllim të caktuar. Punojësit vëzhguan me neveri ndërsa objekti i rënd lëvizte me rrjedhshmëri, duke ndjekur një trajektore që dukej e planifikuar me inteligjencë, duke shmangur pengesat që asnjë objekt i paanimuar nuk do të mund të perceptonte. Ndonjëherë, pejsazhet më të qeta dhe më të bukura janë pikërisht ato që fshehin tmerret më të papritura. Kjo është ajo që ndodhi në një rast të ndarë nga youtuberi Sony Better në gusht të vitit 2020. Sony, i njohur për dokumentimin e eksplorimeve të ndryshme në natyrë dhe vendet e izoluara, publikoi një video që në fillim dukej si një aventurë e zakonshme në ambient të hapur. Pamjet tregojnë një shpëtimtar duke drejtuar me shpejtësi një mjet terreni përgjatë një shtegu të ngushtë, të rrethuar një pyje të dendura brenda një rezervati natyror pranë brigjeve të lumit North Saskatchewan në Kanada. Qëllimi i tij ishte i qartë, të mbërrinte sa më shpejt në një situatë emergjente ku koha ishte vendimtare. Kamera dridhet lehtë ndërsa automjeti përparon, duke transmetuar ndjenjën e urgjencës dhe tensionit. Megjithatë, në mes të këtij udhëtimi të nxituar, diçka e pazakontë shfaqet në skaj të shtegut. Një hije e errët, që duket si silueta e një figure të mbuluar me kapuç, qëndron pranë rrugës. Ajo nuk lëviz, nuk largohet dhe nuk zhduket, pavarësisht afrimit të automjetit. Prania e saj është e ftoftë dhe kërcënuese, duke kontrastuar fort me qetësinë natyrore të mjedisit përreth. Edhe pse drejtuesi i mjetit duket i tronditur dhe i friksuar nga ajo që sheh, ai vazhdon në rrugën e tij, i detyruar nga përgjegjësia e misionit. Hija mbetet pas, e palëvizshme dhe enigmatike, si një dëshmitare e heshtur e momentit. Pamja është aq shqetësuese, sa është e pamundur të mos pyesësh veten se çfarë mund të ketë qenë ajo figurë. Një iluzion optik, një hije natyrore, apo diçka shumë më e errët dhe e pashpjegueshme. Një ushtar po kryente roje nate në vetmi të plot, kur vendosi të marrë një pushim të shkurtër për të çlodhur. Ajo që dukej si një natë e qetë, u shndërrua në një përvojë që nuk do të harronte kurrë. Një jastëk pranë tij filloi të lëvizte vetë, sikur duar të padukshme ta manipulonin me qëllim. Lëvizja nuk ishte e rastësishme dhe as frymë erës, por dukej se kishte një qëllim të caktuar dhe tmerrues. Ushtari qëndroi i ngrirë nga frika, duke ndjerë praninë e një force mbinatyrale që shtrëngonte rreth tij dhe e bëri atë të kuptonte se natyra e qetësisë së natës ishte thjesht një iluzion. Një grup burrash që po kamponte në pyll në mesnatë, u vizitua nga një figure çuditshme dhe friksuese. Në fillim, figura misterioze dukej vetëm si një dritë e kuqe që rrotulloi rreth tendës së tyre. Ku ndezën dritën, u shfaq fytyra e figurës, e cila dukej si një grua me flokë të gjatë, fytyrë të zezë dhe sy të bardhë. Pamja e saj i bëri burrat të ndihen të tmerruar dhe të pafuqishëm. Pak më vonë, figura u largua menjëherë, duke i lënë ata brenda tendës të shokuar dhe të friksuar. Ky incident i pazakont dhe i frikshëm la një ndjenjë të thellë ankthi dhe tmerri, duke i bërë të dyshojnë në natyrën dhe qëllimin e kësaj shfaqjeje paranormale.
Një burr vendosi të eksperimentojë duke lënë një kamerë të drejtuar nga një kabinë e vjetër që ndodhej në mes të pyllit gjatë natës. Ai donte të shikonte nëse do të kapte ndonjë gjë të pazakontë. Çfarë kamera arriti të regjistrojë ishte jashtëzakonisht e qartë dhe shqetësuese. Një figurë e veshur me të bardha dhe me një fytyrë të errët u shfaq papritur, duke lundruar pranë çatisë së kabinës. Pamja e saj ishte e qartë dhe tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithëve që pan regjistrimin. Figura duket sikur po i drejtohet kamerës me sy që tregojnë se ajo e dinte se po vëzhgohej. Shfaqja e saj e papritur dhe e paqartë shkaktoi një ndjesi frike dhe misteri, duke bërë që çdo shikues të ndjejë një tension të fortë dhe një ndjesi të pazakontë që nuk mund të shpjegohej lehtë. Videoja e radhës u publikua në TikTok në janar të vitit 2025 nga një përdorues i njohur me emrin Amoro X1 dhe përmban pamje të marra nga një kamerë sigurie shtëpiake. Në regjistrim, shihet një grua e ulur në një karrige lëkundëse, duke u përkulur lehtë përpara dhe prapa. Gjithçka nisi një nga ato netët e zakonshme, ku asgjë nuk duket jashtë normales. Pamjet tregojnë një nënë të re që po përkund foshnjën e saj, një skenë e qetë dhe familjare që pasqyron paqen e jetës së përditshme. Atmosfera është e butë dhe e sigurt, pa asnjë shenjë se diçka e keqe do të ndodhte. Megjithatë, ajo natë mori një kthes të papritur dhe shqetësuese. Kamerat e sigurisë kapin një moment të çuditshëm pranë portës së shtëpisë, ku shfaqet një figurë e pazakontë. Fillimisht duket si një lëvizje e zakonshme në errësirë, diçka që mund të injorohet lehtësisht. Por kur pamja bëhet më e qartë, zbulohet diçka shumë më alarmante. Një krijesë humanoide me lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, qëndron dhe vështron me kujdes skenën familjare. Ajo duket sikur po vëzhgon nga larg, me lëvizje të kujdesshme dhe të heshtura, si të ishte duke shqyrtuar ambientin ose njerëzit brenda. Pas disa qashte shqetësie, figura tërhiqet po aq në heshtje sa u shfaq, sikur kurreshtja e saj të ishte përmbushur. Pamjet lën pas shumë pikpyetje dhe ngritin dyshime shqetësuese. A ishte kjo thjesht një prani kalimtare apo diçka që kishte ndërmend të kthehej për diçka më shumë? Diçka e çuditshme ndodhte në tavanin e shtëpisë së këtij burri që jeton vetëm, dhe i vendosi ta hetojë duke e regjistruar fshehurazi. Në videon e regjistruar duket qartë një figurë misterioze me fytyrë të zezë dhe sy të bardhë që shfaqej nga tavani. Kur figura kuptoi se ishte zbuluar, u tërhoq menjëherë dhe u fsheh përsëri. Pamja e papritur e kësaj pranie të pazakontë krijoi një ndjesi frike dhe tensioni, duke e lënë burrin i tronditur dhe duke treguar qartë se nuk ishte një iluzion apo hije e zakonshme. Në mes të natës, një incident shqetësues la Michaelin të tronditur dhe të hutuar në një banesë të vjetër me një të kaluar shqetësuese. Michael, një përdorues Reddit me emrin IGS15, ndau një përvojë të merruese në subreddit Ghosts, e cila tërhoqi menjëherë vëmendjen e komunitetit dhe u bë temë diskutimi brenda pak orësh. Dëgjoj me vëmendje. A e dëgjove? Papritmas, një zë i frikshëm i pëshpëriti, majt. Fillimisht, Michael mendoi se ishte një nga fëmijët e tij që kishte zbritur pa e vënë re, por paniku i tij u rrit kur kuptoi se nuk ishte kështu. Ai shpjegon se videoja u regjistrua rreth mesnatës dhe ai ishte i vetmi zgjuar në shtëpi, shoqëruar vetëm nga qeni dhe maca e tij, të cilët dukeshin qartë pranë tij në xhirim. Duket sikur pëshpërima mund të lidhej në ndonjë mënyrë me të kaluarën misterioze dhe të frikshme të këtij vendi. Çdo detaj, nga heshtja e natës deri te reagimi i kafshëve shtëpiake, shton tensionin dhe misterin. Për përdoruesit e Reddit, ky përvojë ngjalli hipoteza dhe teori të ndryshme, nga shfaqja e një shpirti të vërtetë deri tek një incident i shkaktuar nga perceptimet e njerëzit ose një efekt akustik i papritur. Komento mendimet tuaja dhe ndaje interpretime të ndryshme mbi atë që mund të ketë ndodhur.